Në Kuvendin e Shqipërisë është lexuar projekt deklarate e përbashkët e hartuar nga Igli Hasani dhe Tritan Shehu për procesin gjyqësor që po zhvillohet në gjykatën e Hagës për 4 krerët e UÇK-s Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi. Në projekt deklarat shprehet mbështetja totale ndaj luftës çlirimtare të Kosovës kundër regjimit të Miloševićit. Kuvendi i Shqipërisë kundërshton dënimin e 180 vite burg të 4 ish krerëve të UÇK-s, pretence prokurorëve special dhe shpalljen e tyre të pafajshëm. Kuvendi i Shqipërisë, duke mbajtur parasysh të vërtetën historike të luftës çlirimtare të shqiptarëve të Kosovës, rithekson se ushtria çlirimtare e Kosovës ishte një lëvizje legjitime çlirimtare që luftoi për drejtat themelore të njerëzit, për liri, dinjitet dhe vetëvendosje të popullit të Kosovës, në përputhje me parimet e drejtës ndërkombëtare dhe Kartës Kombeve të Bashkuara. Kuvendi vren me shqetësim se kërkesa e prokurorisë speciale rrezikon të krijojë një shtrembrim të rrezikshëm të historisë, duke barazuar luftën legjitime të një populli për mbijetesë dhe liri me krimet e regjimit serb të Miloševićit, i cili kreu spastrim etnik dhe krime kundër njerëzimit ndaj popullit të Kosovës. Për këtë, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë deklaron mbështetjen e plotë dhe të pakushtëzuar për drejtuesit e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të cilët ishin dhe mbeten përfaqësues të aspiratave të drejtat popullit të Kosovës për liri dhe vetëvendosje. Lufta e tyre ishte e drejtë, e mbështetur në parimet universale të drejtave të njerëzit. Kërkesën drejtuar dhomave të specializuara në Hag, komunitetit ndërkombëtar dhe institucionet drejtësisë ndërkombëtare që deklarojnë pafajësinë e Hashim Thaçit, Jakub Krasniqit, Kadri Veselit dhe Recep Selimit përmes një procesi të drejtë dhe të panshëm, që respekton dhe nuk cënon dinjitetin e luftës çlirimtare të popullit të Kosovës, duke mos lejuar që instrumentet e drejtësisë të shndërrohen në mjete për rishkrimin e historisë apo për barazimin e viktimës me agresorin. Kujtimin ndaj bashkësisë ndërkombëtare se lufta e UÇK-s u zhvillua në kushtet kur regjimi i Miloševićit po kryente spastrim etnik, krime sistematike kundër njerëzimit dhe akte genocidiale ndaj popullatës civile të Kosovës dhe se ndërhyrja e NATO-s në vitin 1999 konfirmoi legitimitetin e asaj lufte dhe natyrën kriminale të regjimit të Miloševićit. Është një betejë gjatë që Partia Demokratike, grupi jonë parlamentar, prej vitesh po e bëjmë për të miratuar një rezolut apo deklarat ku të dënohet qartësisht genocidi serb në Kosovë, krimet kundër njerëzimit të kryera aty dhe t'i kërkohet qeverisë shqiptare dhe shtetit shqiptar të bashkëpunojë me shtetin e Kosovës për denoncimin ndërkombëtar të këtyre akteve kriminale. Sepse Kosova vetë nuk mund të realizojë një proces të tillë meqense nuk është antare e OKB-s. Fatmirësisht sot neve miratojmë një dokument të tillë, do thuaj shumë të rëndësishëm. Ishin rrethanat, ndoshta që krijuan mundësinë dhe krijuan kushtet për miratimin e kësaj dhe nga majoranca, si pasojë e procesit të inskenuar në Hag, ku kërkohet të dënohen ata që luftuan për liri, për drejtësi, për pavarësi, ata që luftuan së bashku me NATO-n dhe me gjithë shtetet dhe qeverit perëndimore kundër atij genocidi, pastrimi etnik, siç thuhet edhe në këtë deklaratë e sotme, të realizuar nga makina luftarake e Miloševićit. Ndërkohë, kujtojmë se 2 ditë më parë, prokuroria në deklaratën e saj në Hag kërkoi 45 vite burg për secili nga ish krerët e UÇK-s.